Tani në këtë fazë që jemi nuk ka më favorit. Mendoj që katër ekipet kanë shanset e barabarta për të fituar këtë trofe. Të katër ekipet janë me merit që mendoj që Partizani apo Egnati apo gjitha ekipet kanë ato shanset e veta. Do të jetë sërish objektiv kryesor Kupa e Shqipërisë, që se keni dy vite rradhës që evitojnë të trofe? Normalisht që Kupa e Shqipërisë është një trofe i rëndësishëm, por mendoj që më rëndësishëm është i kampionatit. Ne jemi aty shumë të fokusuar, kështu që por pa lënë dhe Kupën e Shqipërisë, sepse tek e fundit është trofe dhe normalisht gjithkush e do. Në bazë të shortit, sfida e kthimit në Arena Deva, diçka pozitive, negative apo nuk ndikon te ju? Jo, kjo s'ka më rëndësi. E rëndësishme është që bëjmë maksimumin të dy ndeshjit, t'japim më të mirë, domethënë që pse jo ta zgjidhim që ndeshjen e parë. Ata një klub me investuar në të fundit. Fituar titullin kampion për edhe kupën. Nuk do të thotë që Oleksi nuk ka ngrënë dhe ndoshta në Kupat e Evropës bëjë një imazh më shumë, ndoshta pse jo dhe një pjesëmarrje në grupet e kompeticionit. Po, kjo është e vërtet, sepse ai është objektivi jonë, tashmë na është bërë si një ëndër, sepse dy vitet e fundit nuk është se kemi bërë mirë në Kupat e Evropës. Uroj dhe shpresojmë gjithë që këtë vit të jetë ai viti që ne të kapim grupet. Edhe personalisht, ndeshjet e fundit papo disa mungesa në poshtë. Kam qenë i dëmtuar, po ka lënë i dëmtim, tani mendoj që për pak kohë do rikthehemi më unë. Faleminderit.